Live from Tirana. Live from Tirana. Kënaqësi që jemi ne, në fakt është një surprizë për njerëzit që të takojnë nga afër, që përveç se ti ke një Instagram ku ke mbi 40.000 ndjekës edhe je shumë aktive me postime fotosh ku del shumë seksi, shumë e bukur, e papërsëritshme, revolucionare, se po bëj si Lady Gaga. Gjithashtu poston edhe shumë gjëra që kanë ndonjë shprehje, ndonjë diçka që ty të tërheq vëmendjen, ndonjë kënd që është shumë artistike etj. Por ti je gjithashtu një vajzë që ke bërë 2 shkolla njëkohësisht, për juridik dhe për ekonomi. Dhe që bën 2 punë tani gjithashtu. Plus me influencer 3. Mundohemi domethënë të kapim të gjitha punët. Po, duke qenë se jam me fushës juridike ekonomike dhe këto çështjet zakonisht kur më prekin, i zëvendësoj jo me fotot mia, po me post. Edhe kështu domethënë bëj atë pjesën e ndikimit tim si një ndjekur, si influencuese. Pra përpiqesh të influencosh për shumë më tepër se sa rrobat ose Keishli, mund ta quaj Keishli, se kështu do të quajmë, se të ka ngelur nga Instagrami. Si nisi ky rrugtim, le të themi? Ka qenë mirë menduar apo ka qenë thjesht rastësia? Po, kjo ka nisur në gjimnaz, sepse pash që kisha ndikim ke nxënësit që ishin brezim plus minus. U shpallat në atë isha kryeministre shkolle. Kryeministre shkolle, ne kemi pas president, nuk e di pse. Okej. Po president kishit ju? Po, kishim dhe president. Dhe edhe deputet, kështu gjë. Kishim të ndarë si pak a shumë sistemi jonë, me president, me kryeministër. Edhe pas që kisha njerëz që i ndiqnin idetë e mia, dhe kështu pak nga fotot e trupit, pak nga fotot aktualitetit dhe arritëm këtu ku jemi. Mirë, duke qenë se arritëm këtu ku jemi, unë them ndjekim harrom nga dhurata Dora dhe rikthehemi në etapën tjetër tjetës tënde, Dhe sigurisht juve nuk do të na harroni, sepse këtu jemi me Keishlin, apo jo? Keishlin mirë se u rigjetëm sërish në studio. Mirë se vazhdojmë në pjesën tjetër. Por të ndalemi pak tani tek pjesa për të cilën edhe të kemi ftuar, sepse tema e sotme është pikërisht për emërtesat që na vën neve vajzave kur duan të na ngacmojnë, për shembull, tipiket janë pjeshk, si moll, nuk e di çfarë përdor, si rush, si pel, si vaj borshi së fundmi, por edhe si banania, që folëm pak më parë, të cilat nga këto krahasime të kanë bërë më së shumti, edhe ndonjë të ri që ndoshta se kemi dëgjuar kurrë. E nisim që me mamin që thot nektarin. Mami që nga e madhe. Nga që dëgjon gjithë pjeshk, e thot okay, unë gocën e kam nektarin, thot nuk e kam si gjithë tjerë. Çfarë ndjesi është të jesh nektarin, Keishli? Më thuaj në mes të gjithë këtyre pjeshkave të jesh një nektarin. Është një shkallë më lartë, i thonë asaj skulptor. Kështu që është mirë, deri tash. Po edhe vaj borshi e kishim pranuar se andi nga jugu jemi. I mirë është edhe vaj. Po ta marrim në parim kush ka vajin e borshit, ka edhe ekonomi, patjetër. Normalisht. Keishli në fillimet, kur them në fillimet e ka më shumë në adoleshencën tënde, besoj ke pasur mjaftueshëm djem që të kanë ngacmuar. Se përgjithsisht në atë moshë fillojnë ngacmimet e para, ti jemi vende kemi pasur, nuk ankohemi. Si ka qenë përjetimi yt ndaj ngacmimeve apo ndaj nofkave që mund të të vinin? Po, në fillim ka qenë pak i rëndë, sepse unë jetoja në Durrës, domethënë kalova atë fazën tranzitore nga Durrësi në Tiranë, njerëzit nuk i njihja. Edhe ka pas shumë, domethënë, tip ngacmimesh jo pjeshk, qarrushi, kështu gjërash, që ne në qytetet e vogla nuk është se i hasim, sepse njihen gjithë me gjithë dhe ke pasur raste që u ke replikuar personave që kanë quajtur të tillë frutash? Po, duke qenë se jam tip sportiv, frutat i kam qef. Mendon se duhet të reagojmë në momentet kur na ngacmojnë, se në një farë mënyrë është një lloj shkelje e asaj privatësisë tënde. Se ti je duke ndenjur, je duke ecur për shefin tënd, po haj, ke parasysh. Po merr një akullor, nuk guxon njëri të marrë akullor në rrugë. Gjithë gojët nuk i kontrollon dot. Mjafton të thonë gjëra të mira dhe jemi okay. Duhet të reagojmë. Po që unë nuk jam pro reagimit, është si ti hedhësh benzinës. Zjarrit benzin, domethënë. Benzinës ujë sem. Po, domethënë ti mendon që duhet
Të jemi qetë. Po për të falenderuar, ke falenderuar ndonjëherë? Kam falenderuar kur më vin ato tip romanesh që i themi ne, domethënë në DM, edhe okay, i falenderoj për gjithë kohën që i merr teksti që të shkruajnë. Po bloke ke gjithsesi. Dua të të pyes Keishli, cili është një kompliment apo krahasim i çuditshëm apo më i çuditshëm që ke marrë apo ke dëgjuar ndonjëherë? E ke trupin si shishe birre. Çfarë do të thënë kjo? Po duke qenë se jam kështu me forma gjëra edhe krahasojnë me. Je më e ngushtë pjesa e sipërme. Je më e ngushtë edhe pjesa e Poshtme është më e madhe. Ja, dhe këtë e kupton domethënë që ka. Në fakt në Parim gjen atë ti një shishe birra belge, po ta bëj kështu, se birrat belge i kanë shishe kështu. Keishli. Se na objektifikon kështu njerëz. Ne kemi dhe mend. Pastaj fillojnë memet gjëra. Kupton, kështu është kaq është një fjalë larg. Një fjalë i ndam. Por besoj që ti në Instagram merr pafund komente, pafund mesazhe që ti besoj dhe ju her pas here detyrohesh, po flas për ato që nuk janë shumë pozitive, le të themi. Detyrohesh të kthesh përgjigje ndonjëherë apo jo? Ka raste që i kthej përgjigje kur jam shumë full, domethënë dhe dua të shfryj nervat tek personi i parë komentit negativ, po që ka raste që thjesht i bëj restrict adresës, ai mos më shohë mua ose ajo kushdo qoftë, edhe unë sepse s'ka pse ta mbushim veten me doza negativiteti. Po ka ardhur ndonjëherë aq në majtë hundës sa i ke kthyer përgjigje se nuk mbante më dikush duhet ta dëgjoj këtë nga ti, duhet. Po, i kam kthyer përgjigje sepse ka pas persona që kanë komentuar në foto, jo në DM, edhe ishte një rast shumë fani, domethënë kur e kujtoj, sepse ju kthyen edhe gjithë followersat e mi asaj adresës, në moment që e ndava në story, edhe mesazhi i fundit që më çoi ky tipi ose kjo tipja, ishte të lutem thuaj followersave tu mos më shkruajnë më se u çmenda. Sa mirë ke bërë, jam shumë e lumtur. Po ty Elios, si të objektifikoj, sa jam kurioze edhe çunave. A vlen të thuhet në këtë orar nuk e di, po më thon baba. Është Me sheqer përpara apo pa sheqer? Gjithmonë me sheqer. Po gjithmonë më thon babushi, gjithmonë jam babushi i njerëzve, po është e vërtetë. Gjithsesi më pëlqen. Mendoj si vajzave. Po pra, kur themi njerëzve kam sensin e personave që këtyre pjeshkave që na shkruajnë në DM në Instagram. Po më pëlqen të më quajnë babush se ta thash instikti i babait është gjithmonë i lindur tek mashkulli. Është e vërtet. Sa herë që Elios shikon dikë që ka nevojë thot, hajde të përqafoj ndërsisët e mi. Okej, ishim te Keishli. Nuk e di gjendjen tënde aktuale sentimentale, por gjithsesi ka pas raste që ke pasur një partner në krah dhe dikush në rrugë ka ngacmuar apo të ka krahasuar me A ka plasur grushti? Jo, shqyr zotit. Si do të reagon? Jo, i rrim larg këtyre situatave, se sido që t'jetë, e tham dhe në fillim që njerëzit nuk është se mund t'ja mbyllim gojën, ama nga ana jon mund të tregojmë një qëndrim më të egër, si i thonë, edhe thjesht i minimizon këtë. E kuptoj. A ka raste kur ti e shikon këtë ngacmimin në favor të vetes? Pra, në momentin që ti e ingranuar për të gjuetur dikë, pse jo, apo për të flirtuar me dikë, ka raste që e kthen situatën në kontrollin tënd. Pra këto krahasimet e themi kthen në kontrollin tënd. Unë gjithmonë e kthej situatën në kontrollin tim. Jam mësuar ta bëj shumë mirë këtë gjën, po që kam më shumë qejf kur i ngacmoj unë, domethënë. Ja unë drejt situatës. Vetëm ti ngacmon çuna. Po absolutisht. Po si e bën? Domethënë ngacmoj. Na tregon. Shokun që kam, e kam ngacmuar vetë. Interesante. Edhe jemi sot këtu ku jemi. Po çe ke thënë? Po që kam thënë, që këto tip like-esh ke fotot e përbashkëta të shoqërisë që ishte dhe ai, tip siç ka qenë dikur në Facebook Pok. Keni shumë vite bashkë, do të thosh. Kemi relativisht jemi mirë. Pra me ç'po kuptoj. Ngacmimet i kemi minimizuar. Me ç'po kuptoj Keishli ti qen ke një peshkatare e zonja, duke qenë se pas ke peshkuar dikë që pas. Ne nga Durrësi kështu jemi. Po ç'të ke që ka në fund të fundit. Jo patjetër. Nuk i kursej. Nëse je me atë që do në fund, je më e fituar ti që përpiqesh se sa ajo që pret në fund të ditës. Që pret ata që do t'i vinë. Koha është e çmuar, se vetmja që kemi, kështu që pse ta çojmë dëm. Sa i mirë ky mindset që është ja
Dëgjojeni vajza, merrni shembull, shkruani atyre çunave që ne. Goca mos i kurseni mesazhet. Çojini mesazh çunave që ju kanë ngelur fiksim sepse mund të funksionojë. Së fundit të ndalemi pak edhe tek karriera jote në Instagram, se duket sikur kohët e fundit është kthyer në një karrierë edhe kjo gjë, edhe si punë e tretë për ty. Ti je edhe influencer, edhe përveç se influencon me thënie, me mendime të ndryshme të tua, të opinione, influencon edhe për veshje, për vende ku mund shkojmë, lifestyle, të sjell të ardhura kjo gjë. Po, absolutisht që Instagrami sot është kthyer biznes, sjell të ardhura, po dish ta menaxhosh mirë. Të ardhurat varen nga numri i ndjekësve, siç tashmë e kemi kuptuar gjithë, pra audienca funksionon si një mini televizion çdo profil Instagrami. Po që duke qenë se unë nuk e kam parsore, nuk është se është burimi kryesor i të ardhurat mia. Bëj atë pjesën time, pra jap nga vetja ime çfarë bëj në rutinën ditore, pjesë nga stërvitja ime, duke qenë se ka shumë vajza që më ndjekin vetëm për pjesën e stërvitjes. E bëj dhe këtë pjesë mjaft mirë, me sa duket, për sa kohë ka njerëz që më ndjekin edhe kërkojnë këshilla. E bëj dhe me vendet më të frekuentuara kështu, po pjesa e Covidit na ka minimizuar pak të dalën edhe frekuentimin e hapësirave që janë të hapura, sepse duhet të ruhemi. Mos harroni maskat që të gjithë. Po, mesazh shumë i rëndësishëm për të thënë. Edhe të kujdesemi patyshim sepse sido që të jetë puna është akoma përdall shumë mutacione të reja kanë dalë. Kjo është diçka e konfirmuar tani më, nuk është thjesht në nivel spekulimi. Kishli, të falenderojmë shumë që ishe me ne. I falenderoj dhe ju. Edhe ne do të ndjekim me shumë kënaqësi në Instagramin tënd, ku të gjejmë në emrin Kishli i. Me shumë i nga mbrapa. Kishli do të pyes përpara se të përcjellë. Aman mos ik. Cili është një postim që do doje ta fshije dhe një postim që ti e ruan le të bëj ke si më të mirë. Nuk as ruaj as nuk fshi. Po më pëlqeu, e postova edhe. Ke ndonjë specifikisht që apo ndonjë foto ku ke thënë, kështu duhet të jem gjithmonë. Nuk e di saktësisht, domethënë sepse kjo është varet nga moodi, nga ndjesitë edhe si jemi në atë moment. Po ja ke një lingerie që ke dalë me të një freskët fare. Një freskët fare, e postuar me lingerie roz Kishli, shikojeni në Instagram Kishli i. Ju lutem mos e krahasoni me kumbullën, se ashtu ti jemi të qartë. Jo, nuk mendoj që Kishli ka nevojë të bëhet një komposto. Po. Jemi mirë ke këto fruta që përdorim deri tani. Memories nga David Guetta featuring Kid Cudi. Kemi pas pak këtu live from Tirana në pjesën e fundit. Live from Tirana.